Nga 1 maj, çmimi i kafes pritet të ngritet në të gjithë Kosovën, një zhvillim që ka shkaktuar shqetësim tek qytetarët. Ngritja e çmimeve ka nxitur reagime të ndryshme në opinionin publik, ku shumë qytetarë konsiderojnë këtë si një barë shtesë në përditshmërinë e tyre. Albert Kosumi, menaxheri i një prej lokaleve më të frekuentuara në Prishtinë, tregon se kjo ngritje është e arsyeshme për shkak të faktorëve si çmimi i kafes, energjia elektrike, pagat e punëtorëve dhe transporti. Shqetësim është i arsyeshëm për shkak që ndikojnë shumë faktorë. Ndikon për shembull çmimi i kafës është rrit për kilogram, varësisht 2 deri në 3 ose 4 euro. Për shembull tash ndikon edhe rryma, ndikon edhe punëtorët, ndikon edhe transporti që bëhet i kafës për shkak të naftës që transportohet ose përmes mjeteve vletare këto ka ndikuar që u shtrajtua edhe kafja për shkak që çmimet në Kosovë po mendoj këto të na janë të arsyeshme për kafe, ndoshta deri në çmim që u bë. Sipas tij, tashmë disa çmime janë ngritur. Një macchiato ka arritur në 1,50 euro, ndërsa një espresso në 1,30 euro. Është çmim i arsyeshëm edhe pse ndikon pak, por jo në masë të madhe, thot ai. Përgjithësi unë për shembull varësisht edhe pe vend tjetër që u shtrajtohet deri në 2 euro. Po varet tash, mundet me kanë hoteleri, mundet me kanë edhe gastronomi, kështu lokal i kafës, po për të na nuk u shtrajtu shumë. Për shembull, një macchiato e madhe ka qenë 1,30, o bën 1,50. Një espresso ka qenë 1 euro, o bën 1,30. A mendoni se është shumë për konsumator 1,50 euro? Nuk e besoj që shumë, është një çmim i arsyeshëm. Po normal, ndikon pak, po jo ashtu shumë, se kanë ndikuar shumë faktorë. Që tregova, çmimi i rrymës, çmimi i kilogramit kafës, stafi që do të më pagu punëtori, ai do të më pasi pak më të mirë, për çka ata ndikojnë këto në çmimin e kafës ose gjëra të tjera. Po zakonisht na kena klientë të rregullt. A dini kena ndikon pak, po jo në mos të madhe. Për shkak që na nuk kena bën një rritje për 1 euro shembull me kalon 2, ose 2,5, po kena bë një çmim për 1 euro, 1,30, për 1,30 dhe 1,5. Nuk është që kena ndikuar shumë, nuk e kena rrit, na shtyrë shumë 20 cent se çdo ditë, ato janë tepër, po faktikisht për të na nuk ka ndikuar diçka. Nëse konsumon 2 kafe në ditë, nuk është shumë e rëndë për xhepin, thot Kosumi. Çmimet po ngriten vazhdimisht për shkak të ngritjes së energjisë elektrike. Nuk është qenë shumë shtrenjtë. Kafja, përgjithësi, se ti mundesh me konsumu shembull një kafe në ditë 2 maksimumi. Ose 2 kafe 3 euro. Po, 3 euro. Është shumë? Po shkoja shumë, po tash varet sa konsumon njëri. Okej, varet para për dikush nuk pen hiç. Shembull. Abden është esenca që edhe jashtë vendit nëse shtrajton varet edhe ku. Në përbot shembull, nuk varet ku shkon, se ti ke kafe ti dërgon edhe 5 euro, 10 euro. Abden kin varet çfarë i jetë të luksit e ndjek edhe çka don tipi sa.